Bashkia Pogradec në bashkëpunim me emergjencat civile ka nisur shpërndarjen e paketave me ndihma ushqimore për familjet e prekura nga përmbytjet. Vetëm në qytetin e Pogradecit do trajtohen me paketa ushqimore 62 familje, të cilat kanë pësuar dëmet shumta në banesat e tyre si pasojë e vërshimeve të ujit. Ndërkohë, sipas sekretarit përgjithshëm të Bashkisë Pogradec, Dritan Babasuli, në fshatin Rëmej janë evakuar 6 familje, të cilat do të përfitojnë bonus qiraje nga bashkia, deri në momentin që banesat e tyre do të rikonstruktohen e do të bëhen sërish të banueshme. Në vijimësi të punës të shtabit të emergjencës të ngritur në Bashkinë Pogradec, pas identifikimit ndije edhe sot të 62 familjeve, u kërkuar nga kryetarin e instancat qendrore një ndihmë sado e vogël për familjet në nevojë. Agjencia e rezervave të shtetit solli 50 kuti me ushqime të ndryshme dhe rreth 1 ton miell, e cila do shpërndahet që nesër në mëngjes nëpërmjet stafit të bashkisë. Atëherë shtabi i emergjencës në përbërje të cilit ka edhe punonjës nga drejtoria e strehimit janë duke punuar për të përgatitur dokumentacionin për bonus qiraje për këto familje. Janë 6 familje, 4 janë të shtruara në të afërmit e tyre për momentin, njëri ka gjetur qiraje, njërin e kemi në proces zgjidhje. Nga verifikimet paraprake në terren rezulton se janë prekur rreth 62 banesa, ndërsa janë evakuar 6 familje. Janë dëmtuar gjithashtu shtatura, si dhe është prekur rrjeti rrugor në disa akse, përfshirë rrugën për në fshatin Grunjas dhe rrugën dytësore në zonat rurale të njësive administrative Çarrav, Buçimas e Mokër. Bashkia Pogradec bën me di se situata vijon të monitorohet dhe ekipet janë në terren për vlerësim të plot të dëmeve e ndërhyrjes sipas nevojës.